me dënim me burgim në kozgjatëm e 16 viteve 6 muaj. Është dënuar me 16 vite gjysmë burg Blirim Sinoni, pasi që akuzohet nga prokuria themelore e Ferizajt për sulm seksual ndaj një të miturit të moshës 12 vjeçare. Vendimi u dha sot në gjykatën themelore të Ferizajt, ku kryetari i trupit gjykues në vendimin që lexoi tha se i akuzuari është gjetur fajtor për 2 vepra penale, pra 2 dispozitiva të akt akuzës që kanë të bëjnë me veprën penale të sulmit seksual. Sot pra me datë në 3/2/2026, trupi gjykues me vendim unanim në emër të popullit merr dhe shpall këtë gjykim. Të akuzuarin Blirim Sinoni e deklaron pra fajtor dhe fillimisht i përcakton që për veprën penale nga dispozitivi 1 akt akuzës i shqipton dënim me burgim prej 10 vitesh. Po ashtu edhe për dispozitivin 2 akt akuzës i cakton dënim të burgim prej 10 vitesh. Dhe konformimi 76 paragrafi 2 i Kodit Penal Kosovës të njëjtit, pra i gjykon me dënim me burgim në kozgjatëm e prej 16 viteve 6 muaj, i cili do të ekzekutohet pas pritshmërisë së këtij gjykimi. Trupi gjykues ka në përfundim se në veprimet të akuzuarit janë prezent gjitha elementet e veprës penale sulmi seksual, para pamëninin 229, paragrafi 6, me paragrafi 1, dhe se veprimet e tij kanë qenë në vazhdimsi.